Mirëmbrëma dhe një përshëndetje të përzemër dhe falënderim për të gjithë pjesëmarrësit në këtë takim, për ju, drejtues të departamentit, panelistët, në të cilën ne paraqesim programin e Partisë Demokratike për 4 vite të ardhshme, program transformues në infrastrukturës së vendit. E vërteta është që gjatë këtyre 12 viteve në total janë investuar në zëra në buxhet, sipas buxhetit, mbi 12 miliard euro nga Edi Rama dhe qeveritë e tij, infrastrukturë, por në qoftë se ka një grop të zezë në zhdukjen e këtyre fondeve, janë pikërisht rrugët dhe projektet infrastrukturore. Po që se mendojmë, ndalemi për një moment se çfarë është ndërtuar me 12 miliard euro të shpenzuara fonde buxheti, është ato nuk shkojnë, nuk kapin vlerën reale kur të 1 miliard euro. Por çmimet e këtyre shpenzimeve, e këtyre objekteve, veprave, janë 10 fishuar, rëndom janë 6 fishuar, janë 12 fishuar, 13 fishuar në mënyrën më të pa konceptueshme. Dhe kjo ka bërë që në 12 vite qeverisje, vështrimi i veprave publike të ndërtuara është jashtëzakonisht i pakët, ndërkohë shpenzimet janë kolosale. Nuk besoj të ketë në një vend tjetër ku në botë që t'jenë zhdukur, t'jenë glabruar fonde publike, siç ka ndodhur në Shqipëri me këto 12 miliard euro investime që zhduken. Qofse marrim rrugën e Arbrit, nga 160 milion e parashikuar në standardin ndërkombëtar dhe kompani ndërkombëtare, në një kohë kur 32 kilometra të saj kanë qenë të ndërtuara, ajo ka shkuar në 415 milion dhe nuk dihet sa do shkojë. Në qoftë se marrim Unazën e Tiranës, 19 kilometrat e fundit të saj, se 8 kilometra u ndërtuan gjatë qeverisjes Partisë Demokratike me vepra hartje, me të gjitha, se ishin shumë të lidhura. Sot ato janë ndarë në 14 lote me 14 kontrata. Janë një diletantizëm. Hyrjet e daljet janë absolutisht defektuoze, janë të pastudiuara dhe njërisht kjo Unazë, në vend se të liroj trafikun, efekti i saj pothuajse nuk ndjehet fare.
dhe që ka vazhduar ndërtimi i saj 15 vite. Ja një seri rrugësh të tjera, të cilat kanë mbetur. 75 milion dollar ka qenë e planifikuar rruga Qukës Qafë Ploç. Gjërë tani kanë shkuar 250 milion dhe ajo nuk dihet kur mbaron. Ajo është rruga e vetme në Europë dhe në botë, në të cilën segmentet nuk takojnë njëra tjetër, jo një rast, por në dy pozicione.